Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj me porosi nga Shkupi. Shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut janë faktor i rëndësishëm dhe shtetformues. Mbi 200 profesorë nga 3 universitetet shqiptare kanë kërkuar nga qeveria, Ministria e Arsimit dhe partitë politike që të tërhiqet propozimi ligji për arsimin e lartë. Precizon nëse i kanë ndarë përfundimisht rrugët me Arben Fetaj. Hulumtimi i Ministrisë së Shëndetësisë tregon se 13.3% e nxënësve të moshës 13 deri në 15 vjeç në vendin tonë pinë duhan ose cigare elektronike. Të nderuar shikues, përshëndetje. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj është pritur sot në villën Vodno nga presidentja e Maqedonisë së Veriut Gorana Siljanovska-Davkova. Begaj ka porositur nga Shkupi se shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut janë një faktor i rëndësishëm dhe shtetformues. Ai po ashtu ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit dhe ligjit për gjuhën shqipe. Më të larta shtetërore dhe solemne, presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova priti në takim zyrtar presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Shqiptarët janë shtetformues dhe kontribues, konstruktiv dhe demokratik. Kështu shpreh presidenti shqiptar në konferencën pas takimit me Siljanovskën. Begaj, duke përmendur disa herë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, deklaroi se faktori shqiptar ka qenë dhe mbetet kyç për stabilitetin politik në qeverisje dhe në avancimin euroatlantik të RMV-s. Shqipëria e vlerëson arritje historike, marrëveshjen kornizë të Ohrit. Dhe ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie funksionale multietnike përmes zbatimit plot të kësaj marrëveshje dhe respektimit të detyrimeve që rrjedhin prej saj. Ne besojmë se përfaqësimi i drejtë dhe dinjitos dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet shtetërore, zbatimi i plot i ligjit të gjuhës me përdorimin e gjuhës shqipe, i cili ka lidhje me identitetin kombëtar shqiptar, dhe ruajtja e funksionimi i mekanizmave të barazisë nuk janë vetëm thjesht çështje teknike. Ato janë element thelbësor për kohezionin social, për stabilitetin institucional. Siljanovska-Davkova u shpreh se me homologun e saj shqiptar nuk kanë lënë temë pa diskutuar, ndërto edhe eurointegrimin e të dyja vendeve në BE. E pyetur për thirrjen e eurodeputetit Vajs që RMV të bëjë ndryshimet kushtetuese dhe të shfrytëzojë momentin për antarësim në BE, sepse tani është momenti i duhur, Siljanovska u përgjigj se këtë thirrje ka dëgjuar shumë herë tashmë, por tani kërkojnë garancione, ndërsa shtoi se nga pozita që është, nuk i takon të bëjë thirrje deputetëve që të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Ne jemi rekorderi ndryshimeve kushtetuese, edhe këtë herë përsëri na kërkohen ndryshime kushtetuese. Kuptohet se qëndrimi jon është nga e patjetërsueshmja te e domosdoshmja, garancione dhe që nuk do të paraqitet sërish momenti i duhur dhe një kërkesë e re për ndryshime kushtetuese. Ata gjithashtu ndalen edhe tek raportet shumë të mira që gëzojnë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duke shtuar se vendet tona nuk kanë çështje dhe konteste të hapura, gjë që mundson bazën e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Presidenti Begaj vizitën zyrtare ka nisur të ejte në Çajir dhe do ta përfundojë të shtunën në Tetov dhe Gostivar. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut Thomas Vajc beson se forcat konstruktive në Maqedoninë e Veriut dhe në Bullgari do të gjejnë mënyra për të vazhduar përpara. Siç thekson ai, ende nevojiten reforma dhe nëse ato nuk zbatohen deri në qershor, vendi mund të humbasë 47 milion euro mbështetje buxhetore nga Bashkimi Evropian. Ka forca konstruktive në Maqedoninë e Veriut dhe Bullgari për zgjidhjen e problemit
Kështu ka deklaruar raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë e Veriut, Thomas Vajc, i cili është shprehur optimist i matur se mund të gjendet një rrugdalje nga ngërçi për ndryshimet kushtetuese dhe se vendi mund të ecë përpara në rrugën drejt BE-s. Në një intervistë për 360 gradë, pas prezantimit të draft raportit për Maqedoninë e Veriut në komunitetin për punë të jashtme, Vajc thot se forcat konstruktive në të dyja anët do të gjejnë mënyra për të vazhduar përpara. Shoh forca konstruktive që përpiqen të gjejnë mënyra për të dalë nga situata që ka qenë shumë e tensionuar vitet e fundit dhe më vjen shumë keq për këtë, sepse në këtë situatë gjeopolitike ku ndodhemi sot, mendoj se të gjithë evropianët duhet të kuptojnë ose të qëndrojnë bashk dhe do të punojmë ngushtë me respekt të ndërsjellë ose do të marginalizohemi në botën e re që e shohim sot. Sipas tij, është e rëndësishme që qeveria në Shkupa të vazhdojë me reformat pasi këtë vit nuk ka zgjedhje. Pra, ky është vit për zbatimin e reformave jo vetëm për ndryshimet kushtetuese, por edhe për të ashtu quajturën agjendë reformuese. Plani i rritjes është çështje e rëndësishme, ende nevojiten reforma dhe nëse ato nuk zbatohen deri në qershor, vendi mund të humbas 47 milion euro mbështetje buxhetore nga Bashkimi Evropian. Do të më vinte shumë keq për këtë. Megjithatë, Vajc është më i rezervuar lidhur me kërkesën e kryeministit Christian Mickoski që të mos ketë kërkesa të tjera në rrugën drejt BE-s, duke theksuar se këto janë çështje të Këshillit Evropian. Ai tha se asnjë vend nuk e bllokon përparimin e Maqedonisë së Veriut, por është e vendosur vetëm një çështje, ndryshimet kushtetuese. Mbi 200 profesorë nga Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Nën Tereza kanë kërkuar nga qeveria, Ministria e Arsimit dhe partitë politike që të tërhiqet propozimi ligji për arsimin e lartë. Sipas tyre, disa nga zgjidhjet e propozuara përbëjnë ndërhyrje serioze në autonominë universitare të garantuar me kushtetutë. Ndërkaq Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka përsëritur qëndrimin e saj se nuk ka nevojë të tërhiqet ligji. Një grup i gjerë profesorësh nga Universiteti i Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Nën Tereza i janë drejtuar me një letër të hapur partive politike, qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit, ku kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me propozimin ligjin për arsimin e lartë. Përmes këtij reagimi publik, nënshkruesit vlerësojnë se disa nga zgjedhjet e propozuara përbëjnë një ndërhyrje serioze në autonominë universitare të garantuar me kushtetutë, veçanërisht në parashikimin e Këshillit Universitar. Sipas profesorëve, ky organ i ri, ku një pjesë e anëtarëve emërohet nga qeveria, merr kompetenca zëvendësuese ndaj senatit dhe rektoratit, duke hapur rrugën për ndikimin e drejtpërdrejt politik në menaxhimin institucional. Përveç kësaj, profesorët alarmojnë se dispozitat që lejojnë shkrirjen ose fizionimin e universiteteve me iniciativë të ministrisë pa përgjimin e kualifikuar të njësive akademike, krijojnë pasiguri juridike dhe paqëndrueshmëri për stafin dhe studentët. Ndërkaq, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka përsëritur qëndrimin e saj. Edhe sot, ajo theksoi se nuk ka nevojë të tërhiqet ligji për arsim të lartë, sepse sipas saj, çdo tërheqje dhe shtyrje e kësaj zgjidhje ligjore është në dëm të arsimit të lartë në vend. Janevska tha se nuk ka aq shumë vërejtje nga të gjitha universitetet, se një numër i caktuar përsëritet dhe se ato për të cilat profesorët kanë të drejtë do të korrigjohen. Për shembull, ligji thotë se përpara se të mbrojë një tezë masteri, kandidati duhet të ketë publikuar një punim në Web of Science. Pasi diskutua me arsye se mund të mos ketë kohë për një gjë të tillë, ajo do të tërhiqet. Për mbrojtjen e një teze doktorature, kërkohej që të publikoheshin 3 punime në një revistë me faktor ndikimi. Përsëri, duke marrë parasysh kohën dhe përpjekjen që duhet të bëjë studenti doktoraturës, arritëm në përfundimin se 2 punime janë plotësisht në rregull. Kur u pyet se çfarë do të ndodhë me studentët dhe profesorët nga universitetet private, pasi ligjit të ri që ata nuk do të kenë studime juridike, Janevska u përgjigj se për ata student nuk ka rrezik dhe ata do të përfundojnë studimet e tyre sipas akreditimit me të cilin kanë filluar. Analisti politik Ibrahim Mehmeti vlerëson se formimi i Vlenit ka qenë i përshpejtuar dhe se kjo ka lënë pasoja dhe në mënyrën e funksionimit. Sipas tij, bashkimi i Vlenit do të ishte një hap pozitiv, por jo më i rëndësishëm.
Në emisionin Debat në Shenja, dy analistët politik Ibrahim Mehmeti dhe Xhelal Neziri shpalosën pikpamjet e tyre mbi zhvillimet e fundit politike në vend. I pyetur nëse beson se projekti Vlen është një projekt afatgjat, Mehmeti u shpreh se formimi i Vlenit ka qenë i përshpejtuar dhe se kjo ka lënë pasoja edhe në mënyrën e funksionimit. Mehmeti shtoi se pjesëmarrja në qeveri i ka dhënë një mundësi që ajo të rikonfigurohet brenda vetvetes, ku sipas tij edhe të faktorizohet aq më tepër nëse ato arrin të formojnë një subjekt të vetëm, i cili do të ishte funksional. Nëse bashkohen, do të jetë mirë. Do të nuk them që është kot, ai do të jetë punë e mirë, sepse në atë rast do të kenë një koordinim më të fortë, do të kenë ndoshta edhe më të fortë edhe në qeveri, gjë që tani nuk e shohim. Nga ana tjetër, analisti politik Xhelal Neziri u pyet nëse rikthimi i Artan Grupit është i dëmshëm apo i dobishëm për BDI-n. Po nuk është më pjesë e BDI-s, sa e di unë. Po, ka vënë dorëheqje vetvetive, ka paralemruar. Ka vënë dorëheqje dhe tash dikush thotë ai do të flasë, nuk mund ai të flasë ose të jetë ajo deklarata e tij të jetë më valide se sa dokumentet ose gjurmët që ka lënë në institucion ai ose BDI-ja ose funksionarët caktuar të BDI-s. Ai s'ka çka flet për shkak se të gjithë funksionarët e BDI-s që kanë qenë pushtet dhe që kanë shkelur ligjin, janë përfshirë në afera korruptive, kanë lënë gjurmë dhe institucionet i dinë ato, ka nevojë të flasë zoti Grupi. Ndërsa analisti Ibrahim Mehmeti tha se kthimi i Artan Grupit nuk është ngjarje e thjeshtë, sipas tij qeveria ka ndonjë interes që e trajton me kujdes. Lanca për shqiptarët përçahet sërish. Këtë radhë grupi që ka mbet në Vlen ndahet në dysh, krahu i ministrit të shëndetësisë Azir Aliu dhe krahu i zëvendës kryeministit Arben Fetai. Aliu nuk mori pjesë në mbledhjen e thirrur nga Fetai, ndërsa sot nuk precizoi nëse i kanë ndarë rrugët, por vetëm tha se bashkimin e Vlenit e kërkojnë qytetarët. Ndonë se mbrëm mungoj në mbledhjen e kuvendit të partisë të thirrur nga Arben Fetai, në të cilën u diskutua dhe miratua vendimi për shkrirjen e organeve të ASH-s për t'i hapur rrugë bashkimit të Vlenit në një parti. Azir Aliu sot deklaroi se është për bashkim dhe krijim të Vlenit në periudhë sa më të shkurtë kohore. I pyetur nga televizioni Shenja, Aliu sot nuk precizoi nëse i kanë ndarë rrugët me Arben Fetain, por e rikonfirmoi edhe një herë se Ilir Demiri do t'i bashkangjitet grupit parlamentar të deputetëve të koalicionit Vlen. Ai theksoi se bashkimin e Vlenit e kërkojnë qytetarët. Të gjithë proceset politike në shtet janë në linjë me atë që ka i kërkojnë qytetarët. Qytetarët kërkojnë që të jemi sa më të bashkuar, të kemi një qëllim, që të kemi një të ardhme më të mirë për vendin. Në këtë këndvështrim edhe ne si Vlen punojmë që një ditë më herët të jetë një strukturë e organizuar mirë dhe mos kemi, le të themi, ndryshime administrative në arritjen e qëllimeve tonë. Veç deputetit Ilir Demiri në këtë rrugtim bashkë me Aliun është edhe deputetja tjetër e ASH-s, Mimoza Musa, e cila grupacionit të Fetajt ju bashkangjit pas përçarjes së ASH-s së Arben Taravarit. Arsyeja për ndarjen e rrugëve mes Aliut dhe Fetahut, jo zyrtarisht, thuhet të jetë mosmarrveshja për modelin e funksionimit të Vlen, po edhe për emrimin e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike, për të cilin nuk kanë arritur marrëveshje të përbashkët. Hulumtimi i Ministrisë së Shëndetësisë tregon se 13.3% e nxënësve të moshës 13 deri në 15 vjeç në Maqedoninë e Veriut pinë duhan ose cigare elektronike. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se përveç ligjit për ndalim pirjes duhanit në hapësira të mbyllura, Ministria do të kërkojë edhe ndalimin e shitjes së produkteve aromatike të cilat janë me profil të duhanit. 13.3% e nxënësve të moshës 13 deri në 15 vjeç janë përdorues të duhanit ose produkteve të ngjashme. Këtë e dëshmon hulumtimi i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë për pirjen e duhanit në shkolla. Në këtë hulumtim, siç njoftoi ministri Aliu, janë përfshirë 4.670 nxënës nga 75 shkolla gjithsej. Hulumtimi tregon se 9% e nxënësve përdorin cigare elektronike, që është shumë më shumë se dy fishi krahasuar me vitin 2016. Shqetësuese janë të dhënat që tregojnë se 57% e të rinjve kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpi, ndërsa 55.4% kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit në hapësira të mbyllura publike. Sa i përket qasjes së produkteve të duhanit,
Anketa tregon se 73.2% e të rinjve që pinë duhan nuk janë penguar të blejnë cigare për shkak të moshës së tyre. Aliu mes tjera shtoi se përveç ligjit për ndalim të pirjes së duhanit në hapësira të mbyllura, Ministria do të kërkojë edhe ndalimin e shitjes së produkteve aromatike, të cilët janë me profil të duhanit. Ministri Aliu deklaroi se 86% e nxënësve e mbështesin propozim ligjin e Ministrisë për ndalimin e duhanit në hapësira të mbyllura publike. Ndalojmë shitjen e produkteve që përmbajnë aroma karakteristike, që krijojnë shije apo efekt ndijor të dallueshëm nga profili natyral i duhanit. Shijet frutore, shijet e ëmbla, mentol dhe të tjera që maskojnë dëmin dhe lehtësojnë provën e parë nuk do të lejohen më për shitje. Së treti, kufizimi i marketingut dhe ekspozimi do të japim fund tregtimit të rinjve përmes rrjeteve sociale, influencerëve apo lojrave dhe platformave të ndryshme. Aliu tha se produktet e duhanit dhe të nikotinës nuk do të ekspozohen më publikisht, por do të mbahen në dollap të mbyllur. Shtylla e katërt sipas tij është kufizimi i disponueshmërisë dhe forcimi i kontrollit të shitjes ndaj të miturve. Gjithsej 1113 raste të gripit ose sëmundjet ngjashme me gripin janë regjistruar në javën e fundit, respektivisht nga 16 deri më 22 shkurt. Nga Instituti i Shëndetit Publik njoftojnë se numri i rasteve të reja të gripit është për 3.2% më i ulët se java paraprake. Numri më i madh i rasteve të gripit shënohet tek grup mosha 15 deri 64 vjeç me 621 persona, 185 janë fëmijë të moshës 5 deri 14 vjeç, 164 të moshës nga 0 deri 4 vjeç, kurse 143 janë persona mbi 65 vjeç. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, gjatë sezonit 2025-2026, numri i rasteve të përgjithshme me grip shkon në 14.984, kurse deri tani janë regjistruar edhe 4 viktima. Deri në javën e kaluar, sipas autoriteteve të shëndetësisë, në vendin tonë vaksinën antigripe kanë marrë 79.118 persona. Banka Popullore njofton se nga 1 marsi bankat do të vendosin kontrolle shtesë sigurie për pagesat online me kartela. Klientët përveç të dhënave të kartës do duhet të konfirmojnë pagesën në aplikacionin bankar. Konfirmimi bëhet me PIN, gjurmë, gishti ose njohje fytyre dhe pa të pagesa nuk kryhet. Banka Popullore njofton se nga 1 marsi do të hyjë në fuqi detyrimi për bankat për të kryer kontrolle shtesë sigurie për klientët kur kryejnë pagesa online me karta pagese. Bankat duhet të sigurojnë mbrojtje për fondet e qytetarëve dhe kompanive përmes autentifikimit të përmirësuar të klientit kur kryejnë pagesa pa prani fizike. Banka Popullore informoi se kontrollet e sigurisë shtohen pasi numri i qytetarëve dhe kompanive që blejnë produkte online me pagesë online është rritur dhe në të njëjtën kohë janë shtuar edhe sulmet digjitale. Autentifikimi i përmirësuar i lejon klientit të një banke specifike kur paguan në internet, përveç futjes së të dhënave të kartës, të jap konfirmim shtesë të transaksionit përmes aplikacionit zyrtar të bankës, i cili është instaluar në telefon celular dhe i lejon atij të monitorojë në mënyrë të sigurt llogaritë e tij dhe të miratoj pagesat. Në vend të konfirmimit me kod SMS, klientët do të marrë njoftim në aplikacionin e bankës mobile dhe do të duhet të miratoj transakcionin. Konfirmimi bëhet me PIN, gjurmë gishti ose njohje fytyre. Pa këtë hap, pagesa nuk mund të kryhet, edhe nëse dikush i ka të dhënat e kartës. Banka Popullore informon se me zbatimin e këtij mekanizmi në pagesat online, që nga 1 marsi 2026 përfundon procesi i harmonizimit me rregullat dhe standardet e zbatuara në Bashkimin Evropian për pagesat e sigurta online. Komisioni Rregullatore i Energjetikës ka sjellë vendim me cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës. Çmimet e shitjes me pakisë të dizelit dhe të vajit ekstra të lehtë pranvizëri do të rriten për 2 denar për litër, me çka dizeli do të shitet për 71 denar, ndërsa çmimi i shitjes me pakisë i vajit ekstra të lehtë pranvizëri do të jetë 70 denar për litër. Ndërsa çmimet e shitjes me pakisë të benzinave nuk ndryshojnë, respektivisht mbeten në të njëjtin nivel siç janë përcaktuar me vendimin e fundit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka propozuar ndryshime në kabinetin qeveritar, ndërkohë është propozuar shkarkimi i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ministri aktuale e punëve të brendshme Albana Koqiu është propozuar në postin e zëvendës kryeministres. Rama ka propozuar ministër për Europën dhe punë të jashtme diplomatin Ferit Hoxha në vend të Elisa Spiropalit. Për ministër të punëve të brendshme, Rama ka propozuar ministrin aktual të drejtësisë Besfort Lamallarin, ndërsa si ministër të drejtësisë Toni Gogun, që aktualisht është ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Enea Karakaci është propozuar si ministri i infrastrukturës dhe energjetikës. Ermal Nufi është propozuar si ministri i mbrojtjes, post që mbat aktualisht nga Piro Vengu. Eriona Ismaili është propozuar si ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Ndryshimet e propozuara në qeverinë e Shqipërisë vijnë pas zhvillimeve të fundit për çështjen e Ballukut, e cila është marrë e pandehur për veprën penale shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike. Po mbyllëm këtu këtë edicion të armëve të ndëruar shikues për të lënë sërish takimin në orat 18:55. Mirëmbëjtje dhe atëherë.